Dallimet e mëdha në mes të pagave dhe çmimeve të konsumit bën që standardi jetësor i qytetarëve të ulet çdo ditë më shumë. Sipas ekspertëve, rritja e inflacionit nuk po shoqërohet edhe me rritjet e të ardhurave. Kjo ndikon në zvoglimin e shkallës së konsumatorit dhe problemet sociale i bën edhe më të mpreta. Jeta është shumë e shtrenjtë. Pagesat janë shumë shtrenjta, si struja, si ushqimi, edhe familja shumë rëndë është me mbajtë. Me u bazu në bazë dhe me thonë rrogët, shka jonë aso, çmimet janë të larta jonë, kupton. Po tash, dikush kush i ka rrogat e mira, për ato nuk ka koment dhe thonë se dhe thonë nuk vetaj për çmimet, kupton. Edhe kështu janë, por ne dhe thonë ne që jemi si klasë mesme ose klasë më dobët për na janë të larta jonë. As sekundi nuk bashkohen, nuk mund të përputhim as varfeja. Se di me ne vetë ka ekzistim hiç. Po rrogat e ulta shumë, çmimet larta çot. 200 euro, 150 euro, qash mu kemi mundësajt, ma shamë s'kemi, s'ka. Qështë vaj për shkupi, bërëm këmë për viti, të një cent, e më kur gjo s'ka heq. Besnik Fetaj nga Universiteti i Evropës Juglindore thot, treguesit më të mirë për nivelin e pagave në një vend janë lëvizjet në shkallën e inflacionit. Për pasoj, është pikërisht inflacioni ai që ndikon edhe në nivelin e pagave. Në Maqedoni, thot profesor Fetaj, ekziston një disproporcion i madh ndërmjet pagave dhe fuqisë reale blerëse të konsumatorëve. Nëse kemi inflacion, pagat ngelin njëjta, realisht për shembull zvoglohet fuqia blerëse e punëtorit i cili punon në një vend, ashtu që edhe ajo është një faktor i cili për shembull e godet masën e varfër. Si zakonisht në periudhat inflacioniste, aty goditet pjesa më e varfër e qytetarëve. Ndërkaq duke folur po për këtë temë, Hamit Aliu nga Universiteti Shtetëror i Tetovës është i mendimit se një rritje qëndrueshme ekonomike do të kishte për efekt rënjen e papunësisë dhe uljen e shkallës së varfërisë dhe përrjedhoi edhe forcimin e fuqisë blerëse. Mirëpo vlerësimi i tij është se Maqedonia gjatë gjithë këtyre viteve të tranzicionit i mungon ajo që profesor Aliu e quan modul të zhvillimit ekonomik të vendit. Nëse jemi orientuar në ekonominë e tregut, atëherë duhet të kemi edhe jetën dhe standardet si një europian që na takon të kesim mërtjen tonë ekonomike. Unë nuk mund të kuptoj për shembull në Kener se ne nuk kemi mbi të gjitha orientim dhe s'kemi modul të zhvillimit ekonomik për të rritur standardin e jetesës tonë. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që na ndjek prej viteve 1990 e kanë dhënë që u bën gati 25 vjet. Rrjedhimisht paga mesatare mujore të punësuarëve në Maqedoni, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, për muajin korrik të këtij viti ishte 21.861 denar.